Unë quhem Arlind, 20 vjeç. Jetoj në një qytet të vogël, por atë verë punoja në një fshat të thellë malor të një fermë dhish. Nuk isha bërë kur atë punë më parë, as punën e fshatit, as punën tjetër. Isha ende djalë, megjithse trupi më kishte bërë burr që në moshën 15. Ferma ishte e saj, zonja Lujeta, 50 vjeç, e ve prej 8 vjetësh. Flokët i kishte të thinjura në të 40, i mbante të lidhur fort, por natën i lironte dhe atëherë dukej 20 vjet më e re. Në fytyr kishte rrudha që nuk ishin të hidhura, por të dhembura. Një lloj bukurie që nuk të godet menjëherë, por të rrinë në lëkurë. Ditët e para isha i turpshëm. Ajo më mësonte si të mjell vit, si të prez dru, si të mbush ujë në xhupa. Duart tona prekeshin rastësisht. Njëherë, kur më tregoi si të mbaj sharën, më zuri për dore. E mbajti 1 sekond më gjatë se ç'duhej. Ne nuk tham asgjë, por atë mbrëmje, ndërsa lahej në dhomën e saj, dëgjova ujin që rrithte dhe mbylla syt. Nuk isha më djalë atë natë, isha një mashkull që dëshironte. Kaluan 2 javë. Filluam të rini më gjatë në obor pas darkës. Ajo pinte raki të fortë, unë pi ujë. Bisedonim për gjëra që nuk ishin rëndësi, por heshtjet mes nesh kishin shumë rëndësi. Një natë ajo më tha: Arlind, a ke qenë ndonjëherë me një grua? Unë u skuqa. I thash të vërtetën: Jo. Ajo qeshi but, jo talje, por butësi. Atëherë, tha, ti nuk e di se çfarë të pret. Nuk e pyeta se çfarë donte të thoshte, por atë natë nuk gjeta gjumë. Mendova për duart e saj, mendova për zërin e saj kur fliste me dhitë, si me fëmijë. Mendova për atë sekondën kur më mbajti për dore. Të nesërmen binte shi gjithë ditën, nuk dolëm fare jashtë. Ajo gatuante supë me thjerza, unë ndeza zjarin në ozhak, hëngrëm bashk në kuzhinën e vogël. Më pas ajo ngrit, mori pjatën time e lau, u kthye, qëndroi para meje. Arlind, sonte më shko në dhomën tënde. Zëri i saj nuk lutej, nuk urdhronte. Thjesht po thoshte diçka që e kishte vendosur më parë, ndoshta ditë më parë, ndoshta javë më parë. Unë u ngrita, zura dorën e saj. Ishte e ngrohtë, por pak e dridhur. Ajo më çoi në dhomën e saj. Nuk ishte shumë gjëra, një shtrat të gjerë prej druri, një dolap me pasqyrë të plasur, një ikon në mur. Era e livandës dhe e diçkaje tjetër, ndoshta e lëkurës së saj, ndoshta e vetmisë së gjatë. Fillimisht qëndruam në këmbë, bal për bal. Nuk e kisha parë kur kaq afër, poret e lëkurës së saj, rrudhat e vogla rreth syve, një thinë që i kishte shpëtuar kapsesë. Ajo më puthi e para, jo në gojë, në qafë. Aty ku pulsi rreh më fort. Unë mbylla syt, nuk dija çfarë të bëja, por trupi im dinte. Trupi im kishte pritur këtë natë pa e ditur. Ajo më zhveshi ngadalë, jo si në filmat që kisha parë fshehurazi në telefon, jo me nxitim, me një ritëm që dukej lutje. Pastaj unë zhvesha atë. Kur pash trupin e saj 50 vjeçar, gjint jo më të fort, barkun me shenja, kofshët që kishin mbajur peshën e 2 lindjeve. Nuk u trembëm, përkundrazi. Ai trup ishte i vërtet, jo i pikturuar, jo i rem, ishte jeta. Ushtrim. Fillimisht unë si për saj, por ajo më ktheu anash, më vuri prapasaj, si lugë. Më tha: Kështu jam më pak e friksuar. Nuk e di pse, por ajo frazë më preku më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe ajo kishte frikë, edhe ajo, gruaja 50 vjeç, që dukej e pathyeshme në obor me sharë në dorë. Edhe ajo dridhej. Dhe atëherë unë e bëra atë punë. Jo si që kisha imagjinuar në ëndrat e mia të adoleshencës. Jo me zhurmë, jo me fjalë të mëdha, jo me egërsi. E bëra ngadalë. Aq ngadalë sa ajo pëshpriti. Më shumë. E bëra më shumë. Ajo filloi të dridhej. Në fillim lehtë,
si gjethe në erën e parë, pastaj më fort. Dridhja nuk ishte nga i ftohti, doma ishte e ngroth. Dridhja ishte nga ajo gjë që nuk e mërohe dot leth, nga lirimi, nga kujtimi i asaj që kishte humbur dhe që po e gjen përsëri, nga trupi që zgjohet pas një gjumi 8 vjeçar. Unë nuk ndalova, jo sepse nuk mundja, por sepse dridhja e saj më tha të vazhdoja. Kur më në fund ndalova, ajo qau, jo me zë, qau në heshtje, me shpinën nga unë. E përqafova nga pas, i thash, nuk ishte pse të kesh frikë. Ajo u kthye, më pa në sy. Për herë të parë atë natë, në sytë e saj nuk ishte as frikë, as trishtim. Kishte vetëm atë që unë nuk e kisha parë kur më parë tek një grua, falënderim i heshtur, fjetëm të përqafuar. Të nesërmen në mëngjes, ajo u zgjua e para. Gjeti një vezë në pellgun e pulave, e skuqi, ma vuri para me një bukë të ngrohur në sobë. Nuk folëm për atë që ndodhi, por kur unë dola të mjel vit, ajo doli pas meje. Ajo doli pas meje dhe më zuri përsëri për dorë. Këtë herë, nuk e lëshoj për 15 sekonda. Unë qëndrova atë verë deri në shtator. Netët e tjera ishin më të qeta. Dridhja nuk ishte më aq e fortë, por ishte ende aty. Një lloj dridhje e re, që vinte më shumë nga njoja se sa nga zbulimi. Kur u nisa, ajo më puthi në balë dhe më tha, ti nuk do të më harrosh. Isha i sigurt se po. Dhe tani, 2 vjet më vonë, ndërsa shkruaj këtë histori në një dhomë konvikti, me 3 djemë që flenë rotull me gojë hapur, unë e di se ajo kishte të drejtë. Nuk e kam haruar, as dridhjen e parë, as të fundit. Sepse nuk ishte thjesht se unë ia futa, ishte se ne hym brënda njëri tjetrit pa e ditur se si. Dhe ajo gjë nuk harohet kur.